është Mami Dos. Dhe ky është Babi Der. Terkucja Pepa. Yjet. Po afron ora e gjumit. Babi Der, Mami Dos dhe Pepa po pinë nga një filxhan qumësht. George, përsi ke akoma kostumin e hapësirës? Tani ti duhet kishe veshur pijama, djalë. Georgi pëlqen gjithçka që ka të bëjë me hapësirën. Oh. George, nëse nuk e heq kokore, nuk e pin dot qumshin. Erdhi ora e gjumit, fëmi. Gjatë natës, Georgi ka qef të dëgjoj lodrën e tij të hapësirës. Përsëri me hapësirën ti. Hapësira është vërtet e mërzitshme. Hapësira nuk është e mërzitshme, ajo është plot me yje, fëmi. Unë nuk shikoj asnjë gjë. Është shumë e rësirë. Yjet shihen mirë kur je jashtë dhe jo që këtu brenda. A mund të dalim tani jashtë? Por Pepa, ti tani ke veshur pijamat. Po të vishni palltot tuaja si për pijamave, atëherë ne mund të dalim jashtë për t'i parë yjet. Po! Babi, çfarë ka? Përse u shtrive në tokë? Sepse kështu shihen më mirë yjet, shiko. A i shikoni ato yje të mëdha, si kur t'i bashkoni me ato me vija. Ajo atje quhet Arusha e Madhe. Po dhe dy yjet e fundit të drejtojnë nga ylli i veriut. Aja, ylli i veriut, ylli i veriut. Aja, vra i larë, a mund të vinte ty pa? Jo, Pepa, yjet janë shumë larg, vaj, shumë larg. A janë më largë se sa diti? Sigurisht që po, por duken shumë afër kur ti i sheh nga teleskopi. Po ne a kemi teleskop? Jo, por gjyshi Der ka një teleskop shumë të mirë. A mund të shkojmë te shtëpia e gjyshit që ta shikojmë? Por tani është shumë vonë për të shkuar. Le të shkojmë, por vetëm kësaj radhe Babi Der. Mirë, mami! Është era e parë që Pepa dhe Georgi po dalin me makinë natën. Shikoni, po ndjekim yllin e veriut. Ylli i veriut, ylli i veriut. Sa të ti shkëlqen kudo, të lutem rrugën e trego. Pepa dhe Georgi bëritën tek shtëpia e gjyshit dhe gjyshes. O, Zoti i Madh, shpresoj që gjyshi dhe gjyshja të mos jenë duke fjetur tani. Po, pa më thoni pak se çfarë kërkoni ju në këtë orë. Ne duam të shikojmë yjet. Pepa dhe Georgi donin që të shikonin me teleskopin tuaj. A, e kuptova, teleskopin, shumë mirë. Atëhere e janë të gjithë pas meje në majë të shtëpisë. A, ja të kështë teleskopi vjetër që shikon qiellin. Oh. Gjyshit Der i pëlqen të shikojë yjet. Ej, fëmi, kush do të vi i pari nga ju të shikoj yjet? Una! Wow, aty është ylli polar. Ne detarët e ndjekim atë për të gjetur rrugën e kthimit. Babi e përdori atë që të gjente rrugën. Oh. A ka gjëra të tjera në qiell? Sigurisht po. Ky planet që shikon tani quhet Saturni. Wow, sa bukur! Çfarë janë ato unaza? Ato unaza përbëhen nga shkëmbinj dhe aku. Saturni është shumë i ftohtë. George, a mund të bëjmë një njeri prej bore? Shikoni, eja këtu. Oh. Është një yll që po bie. Duhet të shprehesh një dëshirë. Unë dëshiroj që kur të rritet Georgi, të kenë një raketë personale, të më çojë mua të më shëtisin në hapësirë.